Na kam pëlqyer shumë baluket e Stelinës. Shumë bukur I ke baluket, edhe flokët. Gjithë njerëzit që takoja sot ishin shumë të gatshëm për të më treguar që baluket më shkonin shumë. I ke vërtet shumë. Stelin lëri këto. Unë jam xheloz se unë nuk kam baluke. Stelin. Mund t'i bësh, Lëri këto. Me mund dhe me dëshirë gjithçka arrihet. Po, Niko Dua e të tëra. di. Buqetat e mirit për Dashnore. Për ata. Ha më Anton, Po, tani gjej një fjalë më Tash janë ato sekrete more. E di si është puna? Këto more që doni të dini Okej, do more. të tregoj të vërtetë. Jepi. E vërteta është që që është e gjitha një mashtrim. Kristi Zuri be. Kush? Kristi Casey. Casey. Tash edhe Kristi. Jo. Më falni. Më falni 100 Jo herë. mirë, më falni. Tani me thënë të drejtën, Zuri be. mua më sjellin shok. Lule. Që I kam shok Lule kur kam ditëlindjen dhe nuk besoj që ka asgjë. Por s'ka ndonjë gjë, Andi nuk po rreba? problemi ishte Jo, se di që I kam shok. Casey nuk tha që I ka bërë për shoqet. E para, e dyta, më falni, duke e ditur edhe Miri dhe ju se si jam unë. Si drejshin Miri duke qenë shoqe kaq, duke më pasur kaq shoqe, duke qenë kaq të afërt me njëri tjetrin. Mund të vinë në dyqanin tim dhe të më thotë të lutem më bëj një buqet për Po mirë, mbase ty të thotë kam për kushërirën kod. Po nuk më ka thënë more. Okej, mirë. S'ka bër Është lule e gjitha asnjë. një gënjeshtër. Është e gjitha një gënjeshtër. Të flini të qetë. Unë mendoj se Po, është tashi- shumë shoqe e mirë thjesht. Tani ta ndrojmë një çikë. Unë kur thash është e gjitha një gënjeshtër, nuk e specifikova gënjeshtra e kujti. Stelina, A e ta ngacmojmë çik situatën se po zjen rrjeti nga lule. Po mirë, më kaq problem është të bëj burri huaj lule dhe po I bëri bravo që. Po, çfarë do lule? bravo. Ke unë nuk I ka bërë. Kaq ditë të them. Risollët, Tek unë lulet i ka bërë. në mod. Po, bërit ale lule. me djalin. Kush mëre, lulet janë gjithmonë në mod. Hajde më thuaj mua që shes Tani lule. është ekstra në mod. Tani të gjithë lule. Tash të Përshëndetje, gjithë lule. të gjithë pas trendit të Jo ku I mirit. ke lulet. Stelina, ta ndrojmë pak atmosferën? Patjetër. Nëse nuk do ishte kjo gjëja që ishte, domethënë, cili nga çunat ishte më I lezetshëm për ty? Ha, thuaj tash. Ka Artani. se ka pas çuna shumë të bukur brenda. Ka pas more, po për zotin nuk I kam parë me ato sy, se sytë e mi do me Po nuk e pse mi zemra, si hoqe këto dy lulet që kishe vënë këtu? nuk e di. Motra ime do qeshte se unë siç e keni vënë re mbaj dhe syze optike dhe hera herës kur nuk jam me syze optike mbaj lente. Dhe 100 herë më thot, po mirë, goc. Se herë kam thënë mos I vej lenten, se ndoshta nuk shef aq mirë. Sa shef me syze. Të drejtë ishte motra. Të drejtë ishte. Po kush është kush çuni më ishte? simpatik aty për ty? Po mirë, shiko, e di kush, unë do them dy emra. Dy emra, dy arsye, mundem? Patjetër. Do thoja DJ Gimbo dhe Mateo. Super çuna, ala me çunash, si në sjellje, si në pamje. Mu më ka pëlqyer shumë, realisht. Më ka pëlqyer Okej. shumë. Cili nga të dy? Shumë e vështirë të zgjedh. Nuk I ndan dot. Shumë e vështirë. E di pse se janë dy karaktere A komplet është të Mateo ndryshme. tipologjia që do doje ti tek një djalë, pra duke parë reagimet që ai ka kundrejt vajzave, po specifikisht brikenës. Po pse ma bën këtë pyetje? Unë kam thënë unë nuk e di çfarë dua nga mashkulli. Po pse me Stelina? Po disa e themi gjysmorën para e the. Çfarë do nga Siç e mashkulli? pat, sërish është e ngatruar në trekënd. E di pse nuk jap dot një përgjigje sepse Mateo ka atë karakterin që është shumë I qëndrueshëm, shumë korrekt, shumë serioz dhe më pëlqen kjo gjë, ja. Por Por në të njëjtën toksicitet. Mendon që e ka DJ Gimbo? Po. E ka. Ua. Po prandaj nuk e ndaj dot. I ka ndërthurë. DJ Gimbo ka këtë ndërthurë. tipin që ka këtë gallatën e kështu. Nuk I ndaj dot, nuk di se them. A mund të kemi mix, të lutem? Po, një mix të dyve mundet. Ju lutem, kush e ndjen trekëndësh veten prapti, mix mes Mateos dhe DJ Gimbos, aplikimet janë të hapura. Po si të ngacmon një mashkull ty nëpërmjet Instagrami, nëpërmjet një mesazhi, Se do një Instagrami ja gjest. lexon E motra. kam, jo, e kam thënë po dhe kthejmë përgjigje të gabuara pastaj. Ti kthen përgjigje në rrjetet sociale? Asnjëherë. Kështu që mos të të lodhen të shkruajnë. Mos më shkruaj në Instagram. Atëherë nuk është Mateo tipi që ti do. Se Mateo ja kam shkruan. thënë, ja kam thënë Mateo, po si more Disa djalë mund të mesazhe njihet nga kanë. Instagrami. Jo, Mateo nuk është tipi im, e vërtet. Në këtë gjë nuk takohemi. Po si ta afrohet një mashkull kundrejt teje? Nëse të vjen te dyqani luleve, blen lule dhe pastaj ta jep. Ma ti. je mua, shumë cute ai ishte në A, fakt. shikon? Ta ishte shumë cute. Me lule pra, është ka një arsye pse ka E zgjedhur di këtë pse? lloj biznesi. Sepse shumica e njerëzve që më afrohen edhe shoqëri, se nuk është vetëm ke meshkull, po edhe shoqërim të mua, ç'i do lule ti.
Po unë aq fluturoj kur marr lule, edhe pse I kam aty gjithë ditën, po më japin një lloj kënaqësie. I do pak romantik. Gaforemi, Stelina, cili është personi më interesant për të qëndruar, për të bërë muhabet, për të ndruar një mendim, për nuk e di, për të qëndruar dhe cili është personi që nuk e duron dot fare në atë shtëpi? Atë që sa duron e di. Tani, unë tek personat që do kisha shumë dëshirë të diskutoja, kam disa emra, të drejtën. Një ndër to është Kursita, është Selin, DJ Gimbo. Me Mateo prap mund të kisha një komunikim shumë të këndshëm. Mirin e kam treguar se me Mirin kam pasur goxha biseda hera herës. Dhe pastaj me kë nuk do kisha një bisedë. Është Juela, Ina. Edhe Rogertën do ta fusja patjetër. Okej. Artani është Zvicra, neutrali. Është gjithmonë për këtë do të marrim më shumë malli aty brenda. Do I shohim nga ekrani. Po pse ty edhe me Kristin, me sa kam parë unë të ka ecur muhabeti. Po, edhe me Kristin më ka ecur. Po, dhe realisht, po dhe me Stenal, domethënë janë ca personazhe që domethënë me 90% ka ecur muhabeti. Me pjesën më të madhe kisha të drejtë pra. Nuk e kam problemin ata, e kam problemin unë, jam shumë e mirë. Të gjithëve shkon muhabeti me mua. Prandaj të thash pra ke qenë goxha e mirë. Me le. Kam një pyetje. Se nga ne nisin të gjitha. Halo zot, nisë edhe kjo gjë. Shkrepe. Nëse të thon të rifutesh. Do rifuteshe? Faleminderit, mirupafshim. Dhe çfarë do bëje ndryshe? Nëse do më thonin të rifutesha, do shikoja një herë kush është pjesë e kastit që rifutet. Në këtë edicion, ti një tashmë. Jo, kush do rifutet me Se nëse rifutet mund, Stelinën. nuk do rifuten vetëm unë, mund të ketë 1, 2, 3 Rifutje të tjera. Paulli keti. Me ke. Në fakt nuk e ke keq. Me sa duket ti mund të luash pa emocione fare. Të ndryshuan gjëra domethënë. E ndave mendjen. Normal që ka ndryshuar. Pra nuk thash kot unë që ti tashmë e di çfarë nuk do. Po. Të lutem. I gotita. Je shumë e saktë, Po kur ka gabuar ndonjëherë kjo studio? Asnjëherë. Përveç se kur morëm Nikon, aty gabuam. Absolutisht jo. Niko është drita e kësaj studioje. Po të bëhesh avokate në të ardhmen kështu, do të eci puna nga fakti që ke qenë në Big Brother. Kam frikë që do më marrë njerëzit po për seriozisht. E ke shumë gabim. Po për shkak sepse në diskutime ke treguar që argumentin e ke pikë shumë të fortë. Do vinë çifte që divorcohen, do thonë dua dhe unë aty që. Po nëse hap një zyrë që merren vetëm me këto çështje, patjetër jam on top. Por, po qeshtin për shembull dje sa kam dal, kisha një videokall me shoqen time të ngushtë, që më tha mua, po mirë mi Gosta, si shkon Gosta 25 vjeç thot në Big Brother ta do bëj tatuazh Kirby. Niko mos e vëdon fytyrë se ti do ta bëje për vetë. Okej. M'fal, kush të shpjegoj çfarë është Kirby? Seriozisht, ke fëmijëri? Është ajo kuklla roz që dilte çdo mëngjes në televizor, që ishte me seriale. Kështu që është me pufi, me lesh, kështu. Jo, nuk është me lesh ai. Ai nuk është me lesh. Kirby? Jo, s'është me lesh. Mos ta hap tash këto. Hape Kirbyn. Hape Kirbyn, tregoj Aleit. Mbase e ka parë në version të ruajtur njëri prej. Por mund ta justifikoj. Unë nuk kam asnjë tatuazh në trupin tim dhe patjetër nuk do. Po kam bërë tatuazh në Big Brother. Ajo s'kam pasur kjo. Po të gjithë tatuazh në Big Brother. Jo të gjithë. Nuk e zgjedhën të gjithë. Jo të gjithë. Bëra një gjë të vogël, por unë mendon ta zgjerosh. Jo, nuk para kam qef të gjën, thjesht ishte një kujtim nga Big Brother. Këtu te këmba. Dele? Po e kam hequr se unë ka veshur atlete roz. Nice, nuk e ke mbajtur mirë. Se ke lyer me krem. Kam bërë një yv. Ke bërë një yll. Stelina, çfarë parashikon për të ardhmen tënde? Pra ku do doje ti të ishe, të fokusoheshe? E ke thënë që të pëlqen televizioni. Bëu pak nga fieri. Tash pse më bëni pyetje të përsëritura, nuk e kuptoj. Pse ma bën këtë pyetje në këtë moment? Se mund të ndryshoj diçka pas eksperiencës tonë në Big Brother. Jo, nuk ka ndryshuar asgjë. Unë e thash edhe pak më përpara. Jam njëri që kënaqem me pak, por patjetër do vlerësoj atë që është më e mira për mua. Nuk do të them, po direkt. Nëse të rri, nëse më rri dhe më përshtatet me formatin. Dhe të përshtatet me formatin tënd. Kam një pyetje tani out of nowhere. Rogerti është aq I keq sa ne shikojmë o zemra apo është iluzioni jon optik nga ekrani? Është më keq se ç'e mendon.
Unë zotë e mbrojta se të gjithë janë kundra meje, se mua më duket kështu argëtues pak që i shikoj që i ngacmon Kështu i ka dhënë pak ngjyra shtëpisë, Për me hir të të vërtetës, drejtën. Rogerti është e keqja e domosdoshme, kanë thënë disa njerëz, është e keqja e domosdoshme pse? Sepse kur Rogerti hyri u shuan të gjithë luftrat, se për hir të vërtetës duan edhe të shuan. Po, Bën bashkë u bashkuan kundër një të gjithë personi. kundër Rogertit dhe e solli dhe ai pak situatë të tilla, se ju sul gjithë shtëpisë për një herë, e ngatroi vete, koklaviti vetë ai atë situatën. Por nga një anë unë mendoj që bëri shumë mirë sepse po silleshim po prap rreth të njëjtave luftra, kështu që ai e ndryshoi komplet situatën në shtëpi. Mendoj gabimi vetëm që ai bëri ishte që ju sul të gjithë shtëpisë për një herë. Ti kishte ndarë Me ditë të se aty caktuara. janë, nuk do dalin gjithë për një herë. Po tha ti bombardoi herë sa hyra tak, pastaj të flej gjumë, Ty të goditi? te shpella. Jo. E çuditshme është që unë e kam pyetur, "O Rogert, ti ke goditur gjithë gocët e shtëpisë. Mua pse nuk më ke goditur?" Edhe di çfarë përgjigje më dha? Sepse ti bën makarona shumë të mira. Ua, çfarë E interesant. prisja, jo, e prisja, duke parë fizikun e prisja që Çfarë kjo do ishte interesant. Por nuk mendoj që është vetëm kjo arsyeja. Çfarë mendon? E çuditshme është që kur e diskutova këtë gjë me Mirin, thash, "Si ka mundësi?" thash unë. Që nuk merret fare, do të më gjuaj, të më, ku diun, të më thot një fjalë të keqe. Ngacmoj me diçka tënde. Po. Se të gjitha historitë që përdorti i ka parë jashtë dhe i sulmoi. Pikërisht. Mendoj, tha Miri, po Miri më shikon edhe, është siç e shikoj unë Mirin me atë syrin pozitiv, edhe Miri më shikon. Dhe nuk e di a duhet ja besoj këtë gjë. Më tha, mendoj që Rogerti të shikon, tha, me një sy shumë pozitiv. Mendoj që për të tha e figura më pozitive në shtëpi, prandaj nuk të Edhe mundet, se brenda unë mendoj që ai ka diçka të mirë. Po duhet të jetë shumë e thellë kjo gjëja e Si mirë. metro, zema. Unë me thënë të drejtën dyshoj, nuk e di se është, jam shumë kurioze a di se si është Rogerti në raportet jashtë shtëpisë. Nëse do jetë kështu, duhet të jetë vërtet i tmerrshëm edhe jam shumë dakord me Monikën kur i tha që duhet të shohim nëse bashkëshortja është mirë apo po kalon një periudhë. Pastaj nëse Me nuk është dhomë ashtu, atëherë psikologjike. Rogerti duhet ta marrin për teatr. Ose thjesht ka nisur një rol edhe i ka vënë një synim vetes që do nis të marrë vëmendje në këtë formë, sepse kam përshtypjen Stelin që kur dikush hyn mbrapa, duhet ta ketë vërtet një strategji në kokë. O do hy me shpat madhe ose do bëj gjëra të tjera. Ashtu si ka hyrë Rogerti, unë mendoj që nuk ka hyrë me shpatë të madhe, ka hyrë me ku diun. Çfarë gjë që është më e madhe? Me fikdore, me hanxhar. Çfarë gjë që është më e madhe me fikdore. Me fikdore. Po se hanxhar. Teorema Pitagorës. Teorema Pitagorës. A ka misi në Big Stelin dhe cilët prej tyre do të jenë miqtë tu edhe jashtë shtëpisë? Misia ime kryesore përveç Mirit. Se Kristi ti the do takohemi. Patjetër që do e takoj me shumë kënaqësi. Krusito do e takoj, Stelin do e takoj, do takoj Angelon sapo të qetësohen pak nga këto. Euginin e takova sot. Dhe patjetër që për mua mbetet një nga djemtë më të mirë të shtëpisë. Mateon me shumë kënaqësi do ulesh. E kemi diskutuar, do vim, tha mua te dyqani do ulem dhe unë aty. Okej. Edhe Brikena më ka thënë që do vi te dyqani. E kanë bërë atë dyqani nuk e di. Pikë takimi. Mund të themi që duan të bëjnë të gjithë si Miri apo jo? A doni të vini? A doni të vini dhe ju ta provoni? Patjetër, me shumë kënaqësi. Unë do t'i blej lule dashnoreve të mia. A tha se do ja blesh të atyre që nuk ekzistojnë. Që ta sqarojnë. Jo, se te dyqani im të dalin llafet, zemra. Gjej një dyqan tjetër të blesh. Gjej një që është më diskret. Po jo, më mirë të dalin llafe që të dëgjohet sikur unë kështu edhe bëhen xheloze edhe. Sikur bën nami kë. Të zien. Ky do ta përhapi vetë. Po si dihet, ndoshta përfundojmë Big Brother nesër pas nesër, e kërcet aty. Po ja për tash. Ta ndolli. Po ti më ndill një nuse të mirë, jo Big Brotherin. Çfarë ti them? Si bon sikur nuk do. Lëre më. Ta hangshin dasmë. Ashtu. Hajde. Bravo. Anton more urimin më të mirë. Po nëse ti martohesh brenda 2026, mund të ndodhi, ka probabilitet? Jo. Absolutisht jo. Absolutisht. Më duket se e ngushtova rrethin shumë. Lej nuk e përdor fjalën absolutisht dhe e përdori tani. Absolutikisht jo. Megjithëse kujt tjetër? Mos ma atakoni. Sa kohë të duhet? Mua? Ha. Mi jep një. Mos e. Kur sa të lidhet ai sa të dalë? Nëse ti martohesh brenda 2 viteve, burrash duhet më ftosh në dasëm.
Unë do bëj dekorin të ty. Nëse jo bravo, dekor, minimumi. Dekori. Paret. Jemi në fund të kësaj puntate. Stelina, shumë faleminderit që ishe me ne dhe ndave eksperiencën tënde brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Më falni që nuk e kam ndarë ndoshta në formë më serioze të mundshme. Jo, jemi shumë okay, sepse prandaj është pardon my friends, që ju të jeni të lirshëm dhe të shpreheni siç ju do e bardha zemra. Vetëm merja Instagramin motrës, mos lër motrën ti përgjigjet njerëzve që të shkruajnë. Po nuk është përgjigjur motra, mos e ishte përgjigjur motra e kishim zgjedhur këtë punë. Hajde ta gjejmë tash kush nga ata është përgjigjur. Ata që është dikush që e ka parë. Është dikush që e ka parë. Stelina, shumë faleminderit. Urojmë Faleminderit dhe juve dhe për mua shumë kënaqësi të vi këtu te ju, pikërisht për këtë rahatlikun që kemi midis njëri tjetrit. Shumë suksese. Ju pres në Myslimshire. Do vim patjetër. Jemi në fund të programit. Faleminderit që na ndoqët, edhe do dëgjohemi të mërkurën tjetër. Edhe do shihemi në kanalin 10 në digital. Na falni për frëngjishte.